Vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira Allahu qofshin për njerën më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përsjedhin këtë rrugë deri në ditën e fundit. E lutim me madhërisë Allahut në këtë ditë xhumaje të ban kabul namazën e xhumas. E lutim Zotin që të sëmurët tanë të i shëron, e të vdekurit tanë të i mëshiron, atyre të aban varët një kopsh nga kopshtet e xhennetit. Lutim Zotin që neve të na ruan nga azabi i varrit, e të na ruan nga shoqëria e keqe, e të na ruan nga borxhet dhe mbi gjitha xhamat. Lutim Allahun e manushëm që fjala jone fundet të dalë prej kësaj bote me ukan, duke e thonë me gojë, me bindje, me zemër, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, amin. Xhamat, inshallah, për këtë xhamat do të ndalemi në lidhje me një fitim shumë të lehtë, një fitim shumë të madh në këtë stin të dimrit, prandaj e kam quajtur këtë ligjërat fitim i lehtë dimri. Të dashur xhamat, vëllezër, pra në del nga dal pohim në stinën e dimrit. Edhe kur afrohet dimri, zakonisht njerëzit bajnë përgatitjen për dimër, qetri blen dron, qetri mbant, blen diçka tjetër për me pas në zemën në shtëpinë e tij, kjo është shumë normale. Dhe kjo përgatitje që bëhet normal se dimri i madh po erdhin, na nuk e dina, ngritse e madhe, krejt këto sende, ndoshta pak janë edhe gajle, po dhe nata e gjatë deri diku pra është e mërzitshme. Zakonisht xhamati jon thot nata e gatë nuk po rrihet, nata e gatë s'po dina shka me bë. Prandaj njeriu e shikon dimrin, njeriu i zakon kështu e sheh dimrin, por mos të harrojmë edhe për begatit dhe mirësitë e mëdhaja që i ka dhënë Zoti në këtë stinë të dimrit e që u sjell njerëzve. Gjithashtu xhamat, duhet të theksojmë se përfitimet e dimrit nuk pasqyrohen thjesht vetëm në skijim apo në shkatrimin e bakterieve të dëmshme në ajër. Përgatitje, me shku dinat, trinat dikun për e vallë, me shku dikun atje në kodrën e diellit, edhe kjo është shumë normale. Mirë po, këto begati kryesisht reflektohen të njeri i cili ndoshta i ka kushtet e mira ekonomike. Por ne do të ndalemi në anën tjetër që duhet besimtari të drejtohet në reflektimin e tij duke bë ibadet e duke bë vepra të mira. Në dimër xhamat, na shumë lehtë mund të arrijmë pra një numër të madh të sevapeve, duke bë ibadete të caktuara, të cilat vështirë se mund të praktikohen në stina të tjera. Prandaj Muhamedi alayhis salam dimrin e ka quajtur fitim i lehtë. Transmeton Amr ibn Mesud radhiyallahu anhu se Muhamedi alayhis salam ka thonë kështu: agjerimi gjatë dimrit është fitim i lehtë. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam: agjerimi gjatë dimrit është fitim i lehtë. Hadithin e transmeton Tirmidhiu. Kurse Ebu Hurajra radhiyallahu anhu në një rast u ka thonë shokëve të tij: a doni të ju udhëzoj për një fitim të lehtë? A doni të ju udhëzoj për një fitim të lehtë? Ata u përgjigjëm duam. Atëherë Ebu Hurajra u tha: agjerimi gjatë dimrit është fitim i lehtë. Agjerimi gjatë dimrit është fitim i lehtë. Pra xhamati i dashur, shkurtësia e ditës në dimër i ofron besimtarit begatitë pa përshkrueshme nëse ditët e dimrit i kalon në agjerim. Nëse ditët e dimrit mundohemi t'i kalojmë pra në agjerim. Prandaj, ne i themi kështu xhamatit: mundohemi të agjerojmë ditën e hanë e ditën e ejte. Në qoftë se edhe kjo neve në doket e vështirë, atëherë mund të agjerosh ditët e bardha. E ato janë ditë e 13, e 14, e 15 të çdo muaj i hijri. E në qoftë se edhe kjo na doket e komplikume, në muaj pra me agjeru 13, 14, 15 të muajit hijri, edhe kjo po na doket e vështirë, atëherë agjero 3 ditë në çdo muaj
sepse Muhamedi a.s. ka thonë kështu: kush agjeron nga 3 ditë në çdo muaj, ashtë si të ketë agjeruar gjatë gjithë vitin. Kush agjeron, që mo, për ju jam të porve. Kush agjeron nga 3 ditë në çdo muaj, ashtë si ku të ketë agjeru gjithë vitin. E para, nëse na do këtë e vështirë, po mos haro xhamat se unë nuk e përmenda agjerimin e Davudit a.s. një ditë po e një ditë jo. Unë e përmenda drejt shkova të dita e hanë e dita e ejte. Edhe kjo e vështirë po na do këtë. Mos të harojmë xhamat ajo dita e shkurt që e kemi gjatë muajit të Ramazanit. Përmenda ditët e bardha gjatë muajit Hijri, e 13, e 14, e 15. Po dhe kjo nëse neve na do këtë shumë e komplikume, mos të harrojmë se në 3 ditë, në muaj të Ramazan, në muaj 3 ditë, brenda muajit, thot pejgamberi jon alayhis salam, është sevapi, sikur me pas agjeru tan vitin. Po unë kam kështu, plus po e shtoj kështu para juve xhamat. A kemi borxhe? Po kemi borxhe. Je koni smut gjatë muajit të Ramazanit, s'ki mujt me ninu. Bile ka raste kur kam do një xhamat ka udhëzon kur ka asker, hala ato dita si ka ninu. Para mendoj xhamat që 40 vet, 50 vet e ka krija skërllokit, ku ta këshirsh ki ala si ka ninu borxhin që e ka pas. E na xhamatit i thojmë, a ki e borxh? Bane kaza në këtë stin pra dimni që janë dita shumë e shkurt. Gjithashtu në një hadith hasen thuhet se Muhamedi a.s. ka thonë: dimri është pranverë për besimtarin, netët e gjata shfrytëzohen për namaz, kurse ditët e shkurta për agjerim. Ka thonë, dimri është pranverë për besimtarin, netët e gjata shfrytëzohen për namaz, e ditët e shkurtra për agjerim. Duke komentu këtë fjali të Muhamedit a.s. Ibn Rexhepi ka thonë: dimri është pranverë për besimtarin, sepse ofron një kopsht me shumë lloje të veprave të mira, të ibadeteve të cilët është lehtë për t'i përmbush. Kështu e ka thujt Ibn Rexhepi, ka thonë është një kopsht me shumë lloje të veprave të mira, me të cilët është shumë lehtë të përmbushen ato. E sa janë gëzu shokët e Muhamedit a.s. ardhjes së dimrit, më së miri na tregon transmetimin në të cilën thuhet se Ibn Mesudi kur vinte dimri thoshte: mirë se vjen o dimër, në ti ka përfitime të mëdha. Netët janë të gjata për namaz dhe ditët janë të shkurtra për agjerim. Kështu ka thonë Ibn Mesudi xhamat. Abdullah ibn Mesudi e ka prit dimrin pram me qef. Dhe tani mendoje në atë kohë, në çfarë kushte ekonomike janë kanë, dhe çfarë kushte ekonomike na kemi, dhe çfarë standardi e luksi kemi na tash. Përkundër asaj, ato janë kanë gatshëm me prit me qef muin, me prit prastinën e dimrit, natët janë gjata për namaz, e ditët janë të shkurtëra për agjerim. Kështu, kër analizojmë gjendjen, po mos shkojmë shumë largë, para 50 vite baballarët e tonë, në çfarë shtëpia e në çfarë kushte kanë jetu, edhe çfarë kushte na tash jemi. Dhe përsëri xhamat, a ke pa, nuk jemi të kënaqur me gjendjen tonë që e kemi. Nuk jemi të kënaqur, përsëri kërkojna diçka plus se kemi një ftoft, e kemi një diçka, po mendoj e shembull edhe kushtet që i kemi edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në xhami që vijnë këtu. Prandaj xhamat, për fat të keq, sot janë rralla të shembuj të njerëzve të cilët këto begati i kanë shfrytzu si duhet në stinën e dimrit. Një numër, nuk po them shumë i madh, por një numër i konsideruar i njerëzve gjatësinë e natës së dimrit e shfrytëzojnë me neje të kota.
me muhabete në përkafe të ndryshme deri në orët e vonë, duke lujt letra e gjokera e duke bo muhabet. E çfarë muhabeti, vetëm ata din edhe Zoti dhe melaçët që i shoqërojnë. E pastaj atë ditë të shkurt xhamat, duke kaluar në xhum, mu bë gati pastaj mas akşamit apo mas jacije, unë i them mas jacije se nuk e di e falim namazën e jacis, e pastaj me dal dikon me nejt deri në orët e vona të natës. Unë tham atë që ka thonë ta kujtojmë pra gjithmonë në tjetë në mendjet e tona, fjala e Jahja ibn Muadhit kur thot nata është e gjatë, andaj mos e shkurto duke e fjetur. Nata është e gjatë, andaj mos e shkurto atë duke fjetur. Kurse Islami është i pastër, andaj mos e përlijej atë me sjelljen tënde. Përderisa përmendet stina e dimrit xhamat, edhe një send që të rashmirë ta përkujtojmë këto, përkujdesja për të varfërit. Kuptohet, dimri sa ka begatit e mira, normal se e ka, po them kështu edhe në të kuptimin edhe atë anën negative për ftoftin e madh që e ka, për pamundësinë e njerëzve për me pas një zemje të mirë në shtëpi, veshje e ushqime kështu me radhë. Ibn Rexhepi thot, për kujdesja për fukarat gjatë dimrit dhe mbrojtja e tyre nga të ftoftit, është një vepër madhështore. Kështu ka thonë ky dietari i madh, kushdo që për kujdeset gjatë dimrit për fukarat dhe për t'i mbrojt ata, konsiderohet një vepër madhështore pra shumë e madhe. Tirmidhiu transmeton nga Ebu Said el-Khudari se Muhamedi a.s. ka thonë, kushdo që ushqen një besimtar të uritur, do të ushqehet nga Allahu në ditën e gjykimit nga fritat e xhennetit. Ai i cili e ushqen një besimtar të uritur, do të ushqehet nga Allahu në ditën e gjykimit nga fritat e xhennetit. Ai i cili shuan etjen e tij, do t'i shuhet etja nga nektari i panjohur. E ai që vesh atë, do të veshet nga mëndafshi i gjelbërt në xhennet. Prandaj xhamat, sot besoj se kemi familje në nevojë. Kemi familje të varfëra që kanë nevojë atyre kur të vjen pra koha e dimrit me ju blet dro e ato sadopak ta kenë një nxemje në shtëpitë e tyre. Ka raste kur merren aksionet ndryshme edhe caktohet deri diku sa çmimi i 1 metër dro. Dhe këtyre aksioneve xhamat, dhe ne duhet të interesohemi kush ka një nevojë të tillë për ta ndihmuar një familje të varfër. Përderisa për shembull, mua dhe ti dhe tjetrit kemi kushte të mira, ndoshta rrim shumë komod në shtëpitë tona, ka familje dhe besoj se ka familje që kanë nevojë spaku 2 metra apo 4 metra dro me pas për mundze ata. E me pas një veshje të mirë, edhe fëmijët e tyre mos ta kenë një ftoft e që e kanë një komoditet të tillë në shtëpitë tona, fëmijët e tonë. Prandaj Hazreti Omeri ju thoshte njerëzve me rastin e arjes së stinës së dimrit. Dimri veç erdhi dhe një është armik. Kështu ka thonë në të kuptimin armik, ndaj përgatitnu për të me robe të trasha e këpuc, nga se ai shpejt hin e nga dal del. Prandaj xhamat, edhe njëherë e ri përsëris, është shumë e rëndësi mu interesu për ato familje që kanë nevojë me ndihmu. Dhe tani kjo nuk bëhet fjalë a ka dro apo t'i shtoj edhe unë pak. Po nëse jepet mundësia edhe me parë me ndihmu atë familje në këtë kohë të dimrit. Do shtaj ka nevojë me ju ble fëmijëve vetë rrobe të trasha. Ka nevojë me ju ble fëmijëve vetë këpucë të mira kur shkon në shkollë apo shkon në zanat apo diku tjetër. Kjo është interesimi jon që duhet ta kemi ndaj atyre, sepse
kemi përmend nëse e monin mend ai i cili janë fukara dhe ai i cili është i ngratë. Ki ngrati xhamat, edhe kur kanë gjendje të tillë nuk ta shtrin dorën. Na duhet më interesu. Na duhet më interesu një mik, një shok, një kushin, një qetër, edhe ti ta tregon në këtë muhabet dhe pastaj ti një njeri të besueshëm qetrit e kështu me radhë bëhet për një sasi e konsiderueshme e parave dhe ndihmojmë atë familje një tjetër kështu me radhë ata që kanë nevojë. Transmetohet se Muadh ibn Xhebelit kur erdhi vdekja po çante shumë. Andaj kur e pyetën çka të bësh, çka të bëri ti të qash, ai i tha unë po çaj për agjerimin në ditët e nxehta, duke menduar se vapin e madh pra, dhe për namazin e natës në netët e dimrit dhe për të ulur në gjunjë para ulemave. Këtë dert e ka pas pra Muadh ibn Xhebeli xhamat. Nuk e ka pas dertin se ai po vdes e pas vete shkapolev. Në të kuptimin ai çfarë po merr me vete i ka mendu dhe sa e ka shfrytzu ato ditët e gjata të verës që janë kënd të nxehta dhe pastaj netet e gjata të dimrit për ibadet. Këto i ka mendu sa i ka dalë hakët këtyre dy stinave dhe ulja në gjuhë pra me ndëgju ata të cilët janë të ditur. I dashur xhamat, ata që përmendëm këto begati për dimrin dhe për namazin, natët e gjata të namazit që duhet të shfrytëzon për besimtarin dhe dita e shkurt për agjerim. Këtë deri këto shka i kemi përmend janë kanë pra për namazin, bëhet fjalë xhamat për namazin e natës apo namaz nafile që ban për besimtarin. Dhe tash unë mendoj ndalemi pak në të mirat dhe begatit që i ka namazi me xhamat. Unë fare nuk po e kontestoj a falimi apo nuk falimi, sepse kam atë mendimin e mirë se jemi ka falim na 5 vaktin namaz. Mirë po, ajo shpanash brengose se kur vjen stina e dimrit, më u falë në shpe, edhe kur e ki mundësin me dalë me falë namazin me xhamat, që tu është pak sa të ndalemi, edhe ti thoj në vetvetes, pse une nuk dalë me falë namazin me xhamat në xhami. Pse unë që këta nuk po e bajmë. Duke e ditë xhamat, duke e ditë. Ki katuni jonë i kemi dy xhami në rrugat kryesore. Në rrugën kryesore pra e kemi piposh deri nalt. Krejtë rrugët që binë deri në xhamit e tona thuj se janë të asfaltume me begatonka me kushtet mira. Shpite tona se cili matë mira se qetri, me ujtë nxehtë, me veshje, me gjitha. Me kejtë që të kushtet mira xhamat, me që të kejtë kushtet mira, përsëri me ngurru mos me dal me fal namazin me xhamat. Të ki drejt me thonë, unë jam të falë të shpia, në regull të që po falësh të shpia, dishka qëtër jam të insistu xhamat. Unë po kërkoj me dal me falë namazin në xhami, sepse i kije gjitha këto kushte. Ka një hadith, ku pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka thonë kështu: se herë që besimtari shkon në xhami, Allahu për këtë i përgatit një vend në xhennet. Transmeton Buhariu, që po ta përmendi edhe transmetuesin, për me të fletë zemra ti e shumë fort. Se herë që besimtari shkon në xhami, Allahu për këtë i përgatit një vend në xhennet. Thot pejgamberi jon alayhi salam: kur dikush prej jush e plotson abdesin dhe pastaj shkon në xhami për ta falë namazin, Allahu i gëzohet kësaj vizite, sikurse që gëzohen të afërmit kur e shohin ndonjë familjar të vetin që u ka mungu atyre. Edhe xhamati jon ka me thonë kështu. Interesant, vinë ndonjëherë ato arsyet pse s'po dalën e mu falë. Unë jam punë.
në rregull, po të besoj se jenë punë, t'i shkon sabah, ven orat 3-4. Po a ka mundësi me dalë me falë namazin e jacis? Ka mundësi, besoj kur dush. Vetëm a është vullneti dhe dëshira me dalë me falë namazin me xhamat në xhami. Me dalë jacin me falë. Po dhe kjo i lodhur edhe këta po ta besoj xhamat. Po nesër, sot e xhumo, nesër e shton e diell. Këto 5 vakte, e shton e diell 10 vakte, ka mundësi xhamat me dalë me falë, spaku me dalë me falë sabahin e jacin, apo dë një vakt për qefin tanë që mund është ti me gjetë. Kur dush me gjetë ko, po mujna me xhamat me gjetë ko. A dali me pim një kafe, në rregull, edhe unë dal pi kafe, mos keq kuptohemi se nuk jam ka e baj haram me dal me pi një kafe, në kafe kjo janë shumë në rregull. Po e kemi marrë shprehia, po bile i kina mësu në cilët kafe bëhet kafja më e mirë edhe kush pe marron më mirë. Pse po shkon filan kafen, s'm pia këshiri qerën ai çka po më bë. Para mendo, qerën s'm pia këshir, në çetrën kafe po shkoj. Kjo në qefi jot, po diçka po du me thonë xhamat. Kur i kina mësu shumë sende për me kënaq barkun, e pse nuk po mundohemi për ta kënaq shpirtin tonë xhamat, me dal me fal namazin me xhamat në xhami. Se tash do i përmendi kujt i pa mundsohet me fal namazin me xhamat. Dhe tash mendoje, a je tip prej këtynve që nuk po del për shembull me fal namazin me xhamat. E para kanë përmend dietarët kështu. Thot, ai i cili ka moshën e shtirë, do thot, ai i cili janë shumë i plak, edhe nuk mundet me dalë. E kemi xhamat që i kanë bon 90 kusur vjet, 80 vite dhe ki nuk kanë gjendje me dalë namazin me xhamat me fal. Ki pra e pas ka një arsye pse nuk po del me fal namazin me xhamat. Për shkak të një sëmundje apo nëse është i verbër. Unë sa po muj me pa këtu në xhami, asnjë nuk ka hi me atë shtagën këtu, se është qorë edhe ne ka pru për kraj ullu qëto. Po shqyqirë Zotit xhamat, kejt jemi shnashe mirë, e se cili maj forë se qetri na që po vina këtu në xhami me falë xhumon këtu. Pastaj, nëse vuan nga një ndonjë sëmundje shumë e rëndë, apo nëse vuan nga ndonjë sëmundje ngjitse, e që friksohet se po janë ngjet të qerëve. A një sëmundje ngjitse thot unë nuk po dal se asë sëmundje ngjitse. E patëm koronën, kur mos e ktheft ajo. A ka s'ka tjetër muhabet, e patëm koronën dhe 1-2 vete kena pas se fa. Në xhami fort, jo se ka korona. Shti xhamat, a koronën e kemi a shka mua puna që xhamati jo nuk po gjenë në kohë me dalë me fal namazin me xhamat. Dimrit jam të fol xhamat. Dimrit me dalë me fal namazin me xhamat. Drejt të shku të shtëpia e zoni i qinien dal të fali akshamin jacin, e ta na shko e rri deri 11-12 e mu bo me rak të shtëpia s'ku shkoj ki pëse s'po ven më në shtëpi. Ama mu mundu xhamat, mu mundu me fal namazin me xhamat në xhami, sepse i kemi kushtet e mira. Po mos i kemi kushtet e mira, po t'ishte xhamia larg, kishe me thonë larg s'po muj me dal. Po se patëm kerin s'po kam se kisha dal. Ullt ketë loq e gropa e viran e ku me hec. Xhamia po e ftoft e s'po mujna me nejt, e kishe gjetë arsye. Mirë po kjo janë kejt e kundërta xhamati kemi dhe përsëri xhamati jonë nuk po gjenë në kohë me dalë me fal namazin në xhamat. Unë po i tut na ka njëherë se e ki po dë një rrallë të këtu kur t'ja nise në xhami, të na gjims minuti me vanu e zoni, pse e vanu e gjims minuti? Parë me ndodhë,
do kur t'ja nisim për më njërën kështu, sprint, 100 metrën, pse u vanu gjimës minuti, apo, e ku keve nesërmit 100 o gjotë, ti s'keve. Nese, unë pe kuptoj ki e ka vullnetin e madh, unë e këti përgjishë në të keshk, po ta punë në tonë, që s'po du që ta shmihi, ku ishe ti, po, a i që ti, po, shtipo më ka qef me më po. Edhe këti unë i keshna, dhe jap një përgjigje deri diku ta bindi se kam pas arsye pse unë nuk jam kon filan vaktin. Ama le të jetë kështu si përfundim në xhamat, si përfundim për xhamatin tonë. Valla, këta që po i them për të mirën e juj normal edhe për të mirën teme edhe kejt edhe fshatit edhe në përgjithësi. Thirrje xhamatit tonë, në stinin e dimrit, mu mundu me agjeru me që janë ditët e shkurtra. Ai që ka borxh me agjeru kaza ato ditë mi bo. Pastaj, po mundo me agjeru e han e hejnte. Po asë dhe këta po do këtë e zorshme, agjeroj 3 ditët e bardha, 13, 14, 15 të mujt hijri. Mundo një tani një tejnte apo 3 dit me agjeru. Ka thonë pejgamberi a.s. kush i agjeron 3 dit të mrenda një mujt, i konsiderohet se kur me pas agjeru tanë vitin. Kja se vapi i madh, xhamot, kja se vapi i madh. Po kjo natë e gjatë, është mirë me marrë një shprehi para se me ra me flet, me marrë avdes, e me i farë një 2 rekat, e me dhonë selam, e mu qu edhe një 2 rekat, e me dhonë selam, e me falë kadal, që të dovë shka i dik kadal, e në ruku, e në sejde, e pastaj me bo një doa për vete, e për vlatet tu, e për gruën tonë, e për muslimante, e për krejt, e me mbil pra atë natë gjatë dimrit me namaz. Me mbil atë natë dimrit që e kemi gjatë shumë me namaz, e pastaj didhi po lejnë gjemon 6:50 minuta, e zoni thermë 6:05 minuta, këto të na, edhe që nalë të mullasula, e unë i lezoj një 3 faqe kuran këto, mukabele, ti qo është merë abdes kadar si zotni, ven këto mu më gjenë të ledzu kuran, i e falmi sabahin, diku shkon në gjumë, diku shkon në punë, e diku shkon në kafe, edhe me nis pra namazin, me nis ditën me namaz xhamat. Minu vetës orar se nisen pra neve në momentin e vdekjes, apo kur të na vije pa mundësia, kur se kimi mo shtetin, kur s'ka mundësi mo, kanë me na u kujtu e pse s'dilështa në xhami one. Ama smuja pastaj ta mundësot, pse s'dilështa në xhami, pse nuk e farështa një vakt në xhami, kaloj këtë 3 muj, 4 muj dimri, unë në shpi tu u falë. Edhe ta në shpi tu u falë. Falë namazin, po me mundësi xhamat, këthau edhe përgjigju thirrjes namazit me xhamat, kja është me mira për ti si besimtar, edhe fundit mos të harrojmë ata që e tham pak më herët, për kujdesja, për fukarat, mundohë me xhamat, ata që kanë nevojë, pra kush me pare, e dikush me dru, apo diçka tjetër, me robe, me ushqim, sa do pak me ja lecu atyre njerëzve që janë në nevojë. Lusim Zotin xhamat, që kjo stinë e dimrit jetë stinë ibadeti, jetë stinë veprave të mira, dhe ashtu pra ta kalojmë, siç ka thonë pejgamberi a.s. dimri është pranverë pra për besimtarin, dimri është një fitim i lehtë për ne dhe për gjithë ata të cilët e kanë shëndetin dhe i kanë gjithë ato mundësit. Gjithashtu xhamat ju njoftojmë se nga dita e dier him pra në mujt e mëdhoj. Prej ditës diell him pra në mujt e mëdhoj, ka bën një dua pejgamberi a.s. ka thonë: o Allahu im, në bëj të bekuar në muajin e Rexhep dhe në muajin e Shaban, dhe në mundso pra të arrijm muajin e Ramazan. Këto 3 muaj mundohemi xhamat ta presim inshallah Ramazanin me agjerim, me vepra të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.